dorëzohen prej anës melaqeve, kur të pyet Allahu Teala cilat robt e mi, me u përgjegje melaqe, me thanë, ja Rab, e gjeta të agjerushëm dhe e lash të agjerushëm. Andaj edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe shumicën e ulemave të hadithit të cilët i kam taku, edhe shumicën e njerëzve të cilët mundohen me punu dhe me zbatu sunetet e pejgamberit alayhi salatu wassalam, të pashpakshme gati e kanë ditën e hanë dhe të ajte për agjerim duke u bazu në hadithet të cilat i cekat pejgamberit alayhi salatu wassalam. Aisha radiallahu anha me një hadith tjetër thot, pejgamberi alayhi salatu wassalam doni muaj agjeronte të shtunën, të dielën dhe të hanën. Ndërsa muaj tjetër agjeronte të martën, të mërkurën dhe të ajtë. Spaku 3 ditë në muaj është mirë që të agjerohet, spaku. E se s'po mund çdo të hanë dhe të ajte me agjeru të muajit. Praktiko spaku 3 ditë muajit me agjeru. Për arsye se 1 ditë apo 1 e mirë shpërblehet me 10. 3 ditë llogaritë sa 30 ditë të muajit tek Allahu Jalla Jalalu. E na jera pejgamberi alayhi salatu wassalam e praktikonte që ditën e hanë, të cilën e agjeronte, për shkak sikur që cekëm hadithin para prak, se veprat tona dorëzohen tek Allahu Jalla Shanuhu, dhe paramendoje kur të shkruhet në veprat e tua s'ke fal filan ditën namazin, ke kshir në haram, ke fol haram, ke ba haram, je marr me punët e haramit, paramendo si janë të na u dorëzu neve fletushka tek Allahu Jalla Jalaluhu. 2 herë në javë po dorëzohen te krijuesi i gjithësisë dhe krijuesi ynë, si janë të u dorëzu fletushkat tona, me sa gjunahe, me sa shari janë të shku fletushkat tona tek Allahu Jalla Jalaluhu. Dine nisën lazmi, sa të shtohen gjunahet tona, aq ma shumë do të mshilen dyrt e hajratit ose punëve të mira tona. Të ushtu gjunahet tona, dijes Allahu Teala ka me t'imshel dyrt e ilmit, dijes Allahu Teala ka me t'imshel dyrt e taubës, dijes Allahu Teala ka me t'imshel dyrt e shoqërimit me njerëz të hajrit dhe të mirë, se dënimi i punës keqe është që Allahu Teala ta mundson me bë punë halat këqija dhe ti ndalon punët e hajrit dhe të mirat. E sidomos marrja me bidatë dhe punimi me to e vështirëson tauban e çdo muslimanit. Dhe pa nëse agjeronte pejgamberi alayhis salam një herë të shtunën, të dielën dhe të hanën, muajin tjetër e bënte të martën, të mërkurën dhe të ajtën. Kishte qef mos me i dalu ditët, po çdo herë ditët e javës me qenë ditë në të cilat në secilën ditë mundet me u agjeru, duke veçu posaçërisht hanën dhe të ajtën për ata të cilët dëshirojnë që veç mas me i nda ditët e agjerimit të tyre. Këtë hadith e transmeton Imam Ahmedi në Musnedin e tij dhe Ibn Majah në Sunenin e tij. Thot pe Hazreti Aisha radiallahu anha, një hadith tjetër që na sqaron hadithin e saj të mëparshëm në lidhje me agjerimin e muajit Shaban, thot pejgamberi alayhis salam muajin Shaban agjeronte më tepër se sa çdo muaj tjetër. E veçante këtë muaj në agjerim për ta përgatit vetën e vet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam për muajin e shejt të Ramazanit, ku agjerohet që të gjitha ditët e këtij muajit, të cilën Allahu xhalla shanu na ka bërë të shejt, dhe ja ka bë obligim muslimanit që mos me e kalu asnjë ditë në jetën e vet në këtë muaj përveç se i agjerueshëm për hir të Allahut Jalla Jalaluhu. Kuptohet për ashtim bëjnë të smutit, për ashtim bëjnë rrugtar dhe ato grupe të cilët janë treguar për librat e hadithit dhe librat e fikut. Kemi një hadith tjetër të një sahabije tjetër Muadhe, e cila thotë e pyeta Aisha radiallahu anha, a agjeronte pejgamberi alayhi salatu wassalam për çdo muaj 3 ditë? Ajo mu përgjigj po. Pastaj e pyeta çfarë ditë agjeronte? Ajo përgjigj nuk i veçonte ditët me agjerim. Sikur që thash më herët, dita e shtunë, e diell, e hanë, pastaj muajin tjetër e martë, e mërkur, e ajte nuk i veçonte pejgamberi alayhi salatu wassalam, se ka tek ne njerëz të cilët i veçojnë ditët e veçanta dhe she se nuk don me agjerun filan dhe filan ditën, ose i ndan dhe thot vetëm filan dhe filan ditën du me agjeru.
të mush me veçu atë të cilën e ka veçu pejgamberi alayhi salatu wasalam, sikur që ishte dita e hanë dhe ajte, mirë po ditë tjera nuk mush me veçu përveç nëse ki argumenti i tij nuk ekziston jashtë të hanës dhe ditës së ajte. Hazreti Aisha radiallahu anha tregon edhe një hadith tjetër, thot Kurejshitët para Islamit kanë agjeru ditën e 10 të muajit Muharram. Edhe pejgamberi Allahu xhalla shanu e ka agjeruat. E kur bani hijret Medine agjeroi dhe urdhëroi të agjerohet. Po kur u bë obligim agjerimi i muajit Ramazan, agjeron të Ramazanin kurse la agjerimin e ditës Ashurës. Prandaj atë ditë e agjeron të kush donte, kurse kush donte e hadte. Ju dini ndodhin e ditës së 10 të muajit Muharram është dita në të cilën Allahu xhalla shanu e ka shpëtuar Musa alayhis salam dhe popullin e tij prej faraonit dhe ushtrisë së tij. E ka shpëtuar në atë mënyrë që ja ka qel rrugë në detin e Kuq, duke ngrit ujin e detit, duke i qel rrugë dhe duke ja tha tokën e lagët që kur s'kishte pa rrezët e diellit, duke e bërë të kalueshme fundin e detit për këmbët e një pejgamberit të vetë, sikur që ishte Musa alayhis salam, dhe pasuesve ata që besuan Allahun dhe pejgamberin e tij, për qenë shpëtimtar, i kaloi në anën e kundërt të bregut dhe i fundosi faraonit dhe popullit e tij. Dhe shejt falënderimit jahudit e agjeronin atë ditë, ditën e 10. Mirë po edhe mushrikët e Mekës e agjeronin, është interesant, e agjeronin atë ditë. Kur erdhi Muhamedi alayhi salatu wasalam në Medinë prej Mekës, i pyeti pse po agjerohet ajo ditë, pasi që ishin ehli kitab jahudit i treguar se është ditë që Allahu ka shpëtuar pejgamberin ton Musa alayhis salam. Atëherë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tha, ju nuk mundi me dasht Musa më tepër se na. As jahudit nuk e dojnë pejgamberin e tyre Musa alayhis salam më shumë se që e dojnë muslimanët ummeti Muhamedit alayhis salatu wassalam, e as krishterët të cilët pretendojnë se e dojnë dhe e pasojnë rrugën e Isaut alayhis salam, nuk mundin me dasht dhe me çmu dhe me lartësu më tepër se që e dojmë neve, çmojmë dhe lartësojmë të dërguarin Allahu xhalla shanu Isaun birin e Maryamës, këtë pejgamber të zgjedhur të Allahut xhalla shanu. Neve i pranum që të dy ashtu si që i përshkrujti Allahu xhalla shanu, se ata janë të dërguar dhe robërt Allahu Teala, e nuk rrejtëm në madhrimin e tyre me thonë se jo Isa alayhis salam ishte djalë dhe bir e Allahu xhalla shanu. Allahu Teala është i pastër për shpifjeve të këtilla, lam yalid wa lam yulad, as ka lind, as kush nuk lind prej Allahut xhalla xjalaluhu. Të gjitha ligjet materiale të cilat i dim neve se njerëzit, shtazët, bimet dhe e tërë bota materiale, patjetër duhet këtë para ardhës dhe pas ardhës, për Allahun xhalla shanuhu një ligj i tillë nuk vlen, dhe Allahu Taala nuk i pranon ligjet e shumimit, sikur që janë ato ligjet tek ne njerëzit prezant. Dhe në fillim të ardhës Medine ka qenë vajib agjerimi i ditës së 10 muajit Muharram, ditës Ashurës. Me po vitin e 2 hijri, kur u bë farz muaji i shejt i Ramazanit, atëherë dul nafile që kush don mundet me agjeru dhe sevapin e ka, nësa kush don mos me agjeru ka një mundësi të tillë dhe nuk është gjunahçar tek Allahu xhalla shanu. Thot Hazreti Aisha radiallahu anha, thot një ditë hini pejgamberi alayhi salatu wassalam shtëpi dhe duke e pa me mu një gru, pyti kush është kjo gru. Ndodhte që Rasulullah sallallahu alaihi wasallam do një herë të vente në shtëpinë e vet, te gratë e veta, dhe qehte në herë mysafir, të cilët kishin ardhur që ndronin me gratë e vetë. Që është edhe një prej shejave se gratë tara mund të shoqërohen me shoqet e tyre, me besimtare, por prej sunnetit është që burri të interesohet a those me kënd shoqërohet gruaja, vajza apo motra e shtëpisë. Për arsye se ka mundësi që shoqëruesja të mos jetë besimtare e devotshme dhe të ndikojë negativisht, dhe ana sjelltas mundemi që me shoqërimin e grave të mira muslimane të ketë ndikim pozitiv të gratë dhe bijat tona. E pyeti pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe tha, kush është kjo grua? Tha, kjo është gruaja që natën nuk flen, e kalon në falet e namazit. Të natën fal të namaz kjo grua. Atëru përgjigj tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, tha, bani ato vepra që mund t'i përballoni, sepse vallahi
Allahut nuk i mërzitet të shpërblyerit përderisa juve nuk ju mërziten.